fajnë e këtyne, se tash du të me konë korekt një, po me fajnë e zonjës ish presidente, ju në shku dhe ju në votu, fatkeqësisht, edhe prej grupeve opozitare, se quj opozitat, ose tipun me konë opozit, du të me konë opozit e bashkume. S'po ku mu morë vesh për diqka. Ata nuk janë bashkume, ato janë grupe politike që mundohen me aqkërsh një sërë për Albin Kurtit. Ku gjë tjetër? Që ata synojnë as me fitu mos gjedhjet. Se e kanë hup gjdo sens, gjdo kauz me realitetin në cilin Kosova jeton sot. Ju shku, Vjosa Osmani ka dërguar mandamente që gjykata kushtetuese disa prej tyre i ka shpall jo kushtetuese. Dhe ato ju votu. Ju votu nga të gjithë, veç mos më mujt mja ulon Vjosa Akile, që thojnë populli i Kosovës. Tjetër, çka ka ndodhur? Pe mlefit. Po ja ka qenë presidenti I propozon 2 kandidat të vetëvendosjes. Partia, këtu e ditë që leqë që është demokratike, korekte me marrë këtë pushtetin për veti. A se ka asë mbështit? Do më hanë, por është edhe një fakt.